Tashi, dita ideale për argëtim dhe kohë me miqt. Demi, pushimi dhe relaksi do t'ju bëjnë mirë. Binjakët, një surprizë e këndshme ju pret në dashuri. Raforja, kaloni më shumë kohë me familjen. Luani, karizma juaj do të tërheqë vëmendje kudo. Gjyqëresha, mund të merrni një vendim të rëndësishëm personal. Peshorja, ditja sjell harmoni dhe emocione pozitive. Akrepi, mos u mbyllni në vetvete, socializimi ju bën mirë. Shqyqetari, aventura dhe energjia pozitive dominojnë ditën. Ricjapi, financat kërkojnë pak më shumë kontroll. Ujori, një njohje e re mund të rezultojë interesante. Peshqit, dëgjoni intuitën tuaj në çështjet e zemrës.